Ekuacioni i tronditës që parashikon datën e saktë të fundit të botës dhe sipas tij ajo është shumë afër. Parashikimet për fundin e botës kanë ekzistuar gjithmonë. Një nga më të hershmet e dokumentuar daton rreth 4800 vjet më parë, kur një shkrues asirian ankohej për rënien morale të të rinjve, duke parë këtë si një shenjë të një kolapsi të afërt shoqëror. Shumica e këtyre parashikimeve apokaliptike kanë ardhur nga figura fetare apo profet të vetshpallur. Për shembull, udhëheqësi hebre Simon Bar Gjora parashikoi fundin e botës rreth vitit 70 pas Krishtit, ndërsa një pastor nga Afrika e Jugut, Joshua Mlakela, pretendoi se ai do të ndodhte tetorin e kaluar. Megjithatë, jo çdo paralajmërim për fundin bazohet vetëm në besime apo interpretime fetare. Një parashikim i bërë 65 vjet më parë, mbështetur në matematikë dhe analiza demografike, vazhdon përmendet edhe sot, dhe për disa shkencëtar mbetet intriguese. Parashikimi që vendos datën 13 nëntor 2026. Në nëntor të vitit 1960, revista shkencore Science publikoi një studim nga 3 studiues të Universitetit Illinois. Ata paralajmëruan për një katastrofë globale të mundshme të datuar konkretisht në të premten e 13 nëntor 2026, ndryshe nga skenarët tipik apokaliptik, luftë botërore, asteroid apo shpërthime supervulkanike. Studiuesit identifikuan një kërcënim më të thjesht, por më të pashmangshëm mbi popullimin. Sipas analizës së tyre, përparimet mjekësore po nxisin një rritje të jashtëzakonshme të popullsisë globale. Ata ndërtuan një model matematikor sipas të cilit numri i njerëzve në tokë do të prirej drejt pafundësisë. Rreth vitit 2026, një pikë teorike ku burimet, veçanërisht ushqimi, nuk do të mjaftonin më. Në vitin 1960, planeti kishte rreth 3 miliard banor. Sot në fillim të 2026-s, popullsia botërore ka kaluar 8 miliard dhe ende nuk ka shenja të qarta të një rënje të shpejtë. Sipas projeksioneve aktuale, popullsia globale pritet të fillojë të bjerë diku rreth vitit 2080 në vitin 2026. Planetet me teorinë e Malthusit. Paralelet me teorinë e Malthusit. Ideja nuk është e re. Në vitin 1789, ekonomisti britanik Thomas Malthus paralajmëroi se njerëzimi do të përballej në mënyrë të pashmangshme me mungesë ushqimi. Ai shkruan se rritja e popullsisë është eksponenciale, ndërsa prodhimi ushqimor rritet në mënyrë aritmetike. Deri më sot, ai është konsideruar kryesisht i gabuar, pasi inovacionet bujqësore, teknologjia dhe globalizmi kanë arritur të mbajnë hapin me kërkesën ushqimore. Megjithatë, debati për kufijt real të rritjes vazhdon. Frika e të pasurve dhe përgatitjet apokaliptike. Edhe pse shumica e shkencëtarëve nuk e marrin seriozisht idenë e një fundi të botës, në vitin 2026 disa individ jashtëzakonisht të pasur duket se po përgatiten për skenar ekstrem. Mark Zuckerberg, drejtuesi i Metas, ka investuar rreth $187 milion për të blerë 1600 hektar tokë në Havaj, ku thuhet se po ndërton një rezidencë luksoze me stre nëntokësore, energji dhe furnizim ushqimor të pavarur. Jeff Bezos, themeluesi i Amazon, ka shpenzuar rreth $147 milion për 2 prona në Indian Greek Island, Florida. Ndërkohë, Larry Ellison, themeluesi Oracle, ka bler pothuajse të gjithë ishullin Lanai në Havaj. Këto vende janë padyshim parajsa turistike, por në të njëjtën kohë do të ishin strategjikisht të favorshme në rast një krize globale të tipit malthusian, si ato që shfaqen shpesh në filmat distopik, me mungesa ushqimi, kaos social dhe dhunë. Sa seriozisht duhet marrë ky parashikim? Është thelbësore të theksohet se ky nuk është një parashikim i pranuar shkencërisht për fundin e botës, por një model teorik i ndërtuar mbi supozime që nuk janë realizuar plotësisht. Rritja e popullsisë ka filluar të ngadalsohet në shumë vende dhe kapaciteti njerëzor për përshtatje ka rezultuar historikisht më i madh se sa parashikimet më pesimiste. Me fjalë të tjera, 13 nëntor 2026 ka shumë gjasa të kalojë si çdo ditë tjetër, por studimi
Mbetet një kujtesë e fortë se presioni mbi burimet globale është real dhe se mënyra se si menaxhojmë rritjen, ushqimin, mjedisin do të përcaktojë të ardhmen tonë, jo një ekuacion i vetëm.